Në mesin tonë, blegëtoria është një burim mjetese, një rrëfim i gjatë i qëndresës dhe i lidhjes së njeriut me tokën. Mes maleve dhe livadave që ndryshojnë ngjyrë me stinët. Kjo punë vazhdon të mbajë gjallë familje të tëra dhe vetë shpirtin e vendit. Delet, si pjesë e pandashme e kësaj jete, janë më shumë se thjesht kafsh. Ato janë ritmi i ditës së bariut, nga agimi deri në perëndim. Çdo mëngjes nis me kujdesin ndaj tufës, me rrugtimin drejt kullotave dhe me përgjegjësinë që çdo gjë të jetë në rregull. Në pranverë, ky ritëm bëhet edhe më i ndjeshëm, sepse është koha e jetës së re, koha kur lindin qingjat dhe livadët mbushen me gjallëri. Por pas kësaj pamje të bukur, shihet një punë e vazhdueshme dhe jo gjithmonë e lehtë. Në këto kushte punon edhe Pashko Gojçaj, një blegëtor nga Majësia, i cili kujdeset për rreth 150 dele dhe mbi 100 qingja. Ai tregon se dimri i kaluar ishte i lehtë, por më shumë rreshje shiu. Sipas tij, lagështia është një ndër sillet kryesore për delet, pasi ndikon në shëndetin e tyre dhe vështirëson përditshmërinë në stallë dhe në kullot. Ndërsa pranvera që zakonisht sjell lehtësi për blegëtorët, këtë vit nuk ka nisur aq bujshëm. Kullotët nuk kanë pasur mjaftueshëm ushqim, duke e bërë më të vështirë mirëmbajtjen e tufës. Por më tepër, lindja e qingjave ka ndodhur më vonë se zakonisht. Temperaturat e larta janë një tjetër sfidë, pasi qingjat ende të njohur nuk e përballojnë lehtë vapën. Temperaturat ideale për ta është nga 18 deri në 25 gradë Celsius. Në të njëjtën kohë, ka nisur edhe procesi i qetjes së deleve, një fazë e rëndësishme që kërkon punë dhe përvojë, por që është e domosdoshme për këtë sezon. Pashku kullot tufën në livallët përreth fshatit, duke ndjekur një ritëm të vjetër sa vetë kjo tokë. Një ritëm që nuk ndalet pavarësisht vështirësive, sepse në Majësi, blegëtoria bëhet nga dashuria për tokën, për traditën dhe për një jetë të thjeshtë, por të ndeshme. Një jetë që vazhdon të mbijetojë pa njerëzve si Pashko Gojçaj. Mirë se ardhe u dëshirë dhe ju, televizorin synë kombëtare. Delet zakonisht ishtu pa i bile si mjetë vit i rikun pa shtinë ndimin ma shumë se çdo vjet 200. Por diçka shite, dika prete, dika cofe, janë ullë dumrit ashtë 150 pa qingja të vojlë. Mund të mësojmë pak se si ishte dimri i kaluar? A i dimri, i mirë. Me thonë i mirë, se të klimat kanë në rrua gjithkohë, vera shumë e keqe, e për veri e mësu këtu në vend se të zetë, se këtu gjithë punën të zetë, e vjeshta shumë e dopt, e dimri shumë i letë, por ka pa shumë vlag, shi, 45 ditë, si be kënë Tajland dhe kënë pa shi, janarin dhe dhetorin, këto në kohër shi. Ble baktia kanë pa problem për
thuzra se kur në vlage male shenjë, ato qalë, në thomë shkip. Ata se kanë fort pa mirë, por dimnje ke shumë i letë. Për shembull, kur s'ka dimnute na, o letë më thonë se s'ke pa nëjerë me frydore në 5 kretit. Mirë oke. Mirë, tash ka ardhur pranvera, çfarë punësh sjell kjo stin? Pranvera, prap du me janë ku pranvera shumë e keqe. Gjithmonë u ke më thonë baktive ku lollët Çobani Bariu, u ka thonë, kur sa e gjime se delja hanë shumë, mos gjith zoti ashtirgjit. Para menoj ashtirgja ka pra 4-5 diqë, ky shtirgji katolik, delja s'kanë both me hangër, ka shumë keq. Pranvera ka shumë punë, si bet kanë lindu shumë vonë, atër do të me i pastrua barkun, tash të ka njësë qjethunet, gjithmonë e sej punët në ta. Tash edhe ka i hip e gërësi e male, dikur e ka shumë letë me i bojnë veset tona. Tash, i ke blanë malit, natën prame, tash me lana është ujku. Në fush, ka qej bastara, këtu është edhe populëzua forca ofërtuzit, bam komunikacioni i math, dikur i ke mull deri buz licen me i kullot, kur s'ka barë këtu. Tash s'puni me kalua rrugën pe makinve. Do të thotë pjesën ku i çoni për me kullot? Kullot, se këtu për fshat, zakonisht kësaj pranvere, a këtë punu rruga, vetëm i kalon livallës. Bile jata për qalja mirë me qitë mali se ja hanë guri i ja pastra thuzrat, i thonë. Një përmendet se keni edhe qingjas. Qingja mirë, se kanë ba masi 25 ka 2, por ka pa, si thonë gordhje, kanë në sofë, si thonë në mërësorqe, se kom shumë desh dvjem. Ata i lamë në ditë botin me shqitë për Bajram, por ata trije, qingji i vogël i kanë shtyp, e 100 qingja kam. Bile, hala, ata vje dhe në mars, këtë me kanë mirë me linë tonë qingjat, por si bitë t'i shka vonë, edhe sot ka linë një, edhe 5-6 janë pa lindë. Pa leje, si thomë në mërësort, me folë ma mirë në gjuhën e vjetër, i lire, por qingji si letë tash e ka i të keqe. Saj, kur bon 30 gradë temperatura, aja shumë i njom, e aji prishet, nuk s'përparën. Edhe shtira me zonë vjeshta gjallë. Qingji e lypë, 18 deri 25, a i beda me jetës mirë. Kjo klimë si atash. Për shembull shiu, dimnit, a i katastrofi keq. Unë gjithë tonë kohën i lëshë shtirat jashtë. Qingji jashtë bërë shumë rritë shumë nuk ka dalë. A i për pare naturale ekologjika është se nuk ka ushqim tjetër vetëm gjirin e nanës, por rritët shumë nuk ka dalë. Qingji në shiu e pri shkret edhe të zetit i mafë. Përmendet se ka fillor edhe qethja e tyre. Mund të na tregoni pak më shumë, është vështirë, kur duhet përfunduar? Po, tash bile zakonisht dikur të marësorta janë thirrë punëtor të falë. Tash me diktat botë që kanë kujtua. Stani se ka prej, marë zoti shpi ka prej qingje, zje djathi zje, me ka një monioritetit. Po tash as pak ushdele, as din me qeth, o një djali kënë i ri, a i din me qeth mirë, bile ku me prit tash, o kënë bukur me qeth një ditë. Oke, me jalon kabloshat, me da me bukur dashit, oke, me jalon redat, por për si bet, i kom pa verës, si tha që oke e keq, i kom lëshon në rrolje, e tani, me siguri kanë bëdal keq, kanë pa busha së rrolje, atë e vjek edhe ka qupe, më thumë na, atë da shumë me zdaj bukur delja. I qëthi ka një dhejt, jo shtu këtë ditë, me në botë kom qëthi, jo bukur, por shumë ku muj, po e kam këtë këshidhën, korizore jo fort mirë, atër lete më kapa jatër, s'puni jatë ditë më ha. Me qëllë banë 5 euro, a i përzetën nuk ka shtrejtë se edhe puna, por kur janë i qëllë 50, do në 750 vetëm me i qëllë. Me një djallë i ri, ka thënë të muaj ditë. A i për 2-3 orë i qëllë e 450 e lënë, sa i me dhe të ashtë i zhvillu në forte, qëllë mire, ka marrë me një muaj ditë. Se nuk kam punë shtu mi po do të qethun e do të po qethun. Edhe këta desh do me i qeth as pak, se ta sham Bajrami pëse me i qeth, edhe kur me i shit, da ma i bukur me frizur të bukur. Atër, se da me vogël kur qethet e da me e keqe. Bajrami 28 më duket. Çfarë produktësh siguroni me këtë punë? Do të i leni për mish, apo edhe qumshtë, djatë? Kur s'ke familjet male, i shurë vetëm për mish. Edhe gjinafa, se këto janë shumica bardhoke, dele të mira edhe bukura, por këto, sa është e qingjin, mjelen rralë, prishen. Bile të me gjeni një rast tjetër, rudat e
këto pramenkat e moraqës, ato jashet qingjin, ato e nalin vetë qumshtin. O shumë me letë, se me llogarit, vetëm qingji gjithsa me shit nuk ka ardhje e madhe. Por me i miel, me shit plehin, me shit tonë, do me pa dhe familjet madhe. Atër nuk i shfryzej fort mirë, por pasionin ndaj tyne pak, bile kem pet 4-5 tonë malësi janë, bile kjo është i buze biologjik, blektoral i gjallë, se vjedh pinja pejtuzit me nona e vinë bëllë shpesh. Atër e ku pal një dhi me jeth, nuk dite qka e dhi. Edhe në të 4-5, atër s'ka me paku, s'ku me i pa. Bese ka dhe vështërsi. Ju e dini si ka dita dje. Dje për zotë 100 euro e kisha thonë, me gjithë se i kom pa një livalt e i kom dry me rëzik së me i qenjve, i kom dry aty e s'kom taj me to. Se di 100 euro se ja kënë dita s'kisha taj me to. Tonë asot i shqip do në betaj me to, me botë keq. Kështë që kur është moti i keq, e keni hapsiren se ku i leni? Pa i tash, i kullosin, si ruaj livallat fort mirë, se ato vje me ruaj vetëm ku në moti i shenjë. Edhe plus, nuk zguzot me ilan shumë vetën, se këtu është tërnua struktura e popullësisë, ti e shumë e re, po para 35 vjetë gjithë se njërën tu se kom gjoft, i kom gjoft bile edhe mirë i kom gjoft, jo vetëm me ftyrë, po qëfar familjet, ta shtu gjithë se popullit i ardhun, ty belon bile një livalt, bile edhe të hupë, për josja qenjt, këtu e la gjeromsh, vinë qenjt aty lëshojnë, nuk i bjenë ata përse për i bjenë për i podurit se të lëshojnë, gati gjithë tatën, bile vjesht se më dojnë me të si quat se lejnë, në kumë qenjt both, atë s'lënë as për fjetë, se këtu ha kretë afërsijet usit, edhe ta është. A dim se këtë vit ka pas rritje çmime shpotruese në çdo gjë. Janë rrit shpenzimet të mësaj përket ushqimeve apo edhe produkteve, do të thotë aty në barnave që duhet apo mirëmbajtjes. Pa këto si i blejmë janë ka rrit pak, po jo te për fort këto të veterinarisë. Veterinaria të na shumë e shtrejt. Po ka pak i blejnë në Shqipëri janë shumë lirë dhe janë veterinarët edhe më të mirë se këta tanë janë, se këtu shërbimi i veterinarëve shumë i shtrenjtë. Me ke për njerëz bila vetin, kisha me qua aq me dhon leksa na për to. Pistri janë kështu Kolomoqi ma jaj 2 euro moshtë se vjetë tjera, si vjetë kanë 12 gjys, vjetë kanë 11 gjys, lejtë, si ke kapë. Mishi nuk ka qua as pak, bile si përmene me vetë, edhe i di qmime se dikur janë këtë hektarë, shumë mali, druga ka me ke mali si mjetë se vjetë të e kalume, se të pari vjetë i di kom shi 12 euro mish, vjetë 12, edhe si mjetë në 12, por në duqane mish importi në ka 10 euro. Me i prodhonë këtë mënyrë, kretë qmimi i ullët. Kjo ushqim, ka thonë zotnisht, po kjo ushqim i shumë i shnosht. Ta shtëmija, si ndërëj me hangër mishin e qingjit, duen pizza, duen Coca-Cola, a i bile, unë thëri, tash ka smunje shumë, desin, as ke një djallë të ri se ketë forë se ke dikur, se kanë hangër hena bio, kanë hangër të shënosht, kanë kosit gjithë ditë, kanë bajë drumë, tash vetë në moshë të rejtë jam edhe, bela muni me punu mos me këtë, sa ideali 10 vjeç tash, me më thonë, hajtë e zde në shkollet e pese kisha me ujë me ecë. Bile kom i shoka, janë djali ma i ri, ka vunë telefonin, para menoj qëfar kondicion dhënë me pa me këto. 36 km i ditë. Ata mu i modrici, do litartë fort, me bo, kur luar e alli, për shumë, thonë, ka kalu 10 km. Aji e ka motë 36 në bjeshk, 36 km. E du kur i qesë malit, ose ditë me shenjë 20 km kalon. Bile se shej bujk, i blektaraj që banë, si me keme bërk, se aji e banë ecin e fort, se i me siguri 10-20 km në ditë, kur si dryjnë diku i duhet me ecë me të, që shë natën për ame. Ata pak, nuk ka punë e letë kja. Po, sa misër u shkon? Po të misri këtu si të tha që adim një shumë i letë, po në kem problem veren. Ta 4 vjetë s'kem kuj mjallon në bjeshk, se këta malësorë si marrin, edhe malezës të janë plak, ata që bën dekuqit si ja ke dikur, ta shabon nga popullit zotë e. Atër ma shumë kanë hargjohë verës, edhe sanë edhe misër, se për dimnit. Bile sanë në dimnit, ka i grim gjelbrim, se ka la shenjë, ka pa barë, as hangër s'ma kanë as pak. E verës, për natë ata jetu 4 muaj verë mu qitë sanën për ame. Bile ne kem veren, me këta malazes ka rriu, thoi, ne kem veren dimën, e ju e keni dimnin, ata gjëblakut e të kolla shenjit, se thot, hargjojmë shumë, ju e keni letë. Se ta, këtu,
në qërshorë do në me njësë buqit sonë, mos pusha me qonë bjeshk. Por ma ka premtu njëri ati me qonë, po në dormitor ata, pak lërke ati si kem qonë kur, bile 500 euro në ba makina me i qonë me i për mu. Edhe plus me pagua 5 euro për dele në muaj. E për sa muaj? 3 muaj, kite ke mire. Unë do me allon, por bile dhe ka me geni, bile më rre, por bile i shok ashtu. Tha ku ta gjenë njerë, tha si i më remirua me lek. 5 euro dhe në muaj. Sa problem, por me i këtu i të verës. Sa njerë edhe pushan, se nuk kanë fort letë, mos me pa të qifto, si pa në kush. Se për shemë këta si vend, speca, bostan, ata me siguri 2-3 muaj hekin mo zi. Aj pun, se nuk kanë me mije, me tuke, por aj ka në atë muaj pushim. Aj ndimnit anë bush shporetit të oze, e unë belan muajnë të malit jam në shenjë. Do të këj profesion kërkon gjithë vitin punë, po? Pa, aj, se se tani moj, tash me ke i pullë, su unë bela kishe dalë me shetit diku. Sa kesh di, hatër fillë në dele. Në 6 i kumë shonë me zesë, tash i drujnë pak. Për shembull dhe në 4, po që sot nuk kanë fort zete, këtë mujë gjithë ditën me nej, por ljolla diri, dit edhe 16 orë do në me tej me ta. E si e shit, njësa e shtirën sot të jesh blektor dhe a mendoni se ja vlen i gjithë kuj mund? Ai, kjo ka vlen, shek kujt e ka luab, se thonë është drejt, për shembull me beqis 200 euro, por malësor tonë, në malësor kemi tu e malesh. Vetëm me blektori, tonë të shpjesën fushën ble, toka ble pej baktive. Se on shit 100 dele, ke mujnë me ble i cop tokë. Tash me shit 2000 dele, nuk me ble një trull shpijet. Mujnë me jetua, bunet. Gjithçka me punua del diçka, por jo tepër. Se thot diku, bari shok se si thot që talen prame, ti ke me marrë thot 20.000 euro, se tash ma shumë t'i shes tash. 20.000, mi logaritit 80 copë, o si ku ma zdele, e që gjatë janë 3, se për s'kan me vij bile mu shqit, po dhe për i shes 80 copë, 250, i merë 20.000 euro në si bjetë. Po 365 ditë. Gjithë se në ditë duhet mu qitë me hongër e me ruaj. Unë thash 30 euro së më del dita me logarit. Se i punë dole të kisha në 60 rëzije, kush me të punuan ditën. Unë me logarit 400 ditë, 12.000 euro të këtë më bon me mra 30 euro. Plus hargjimin, si e bëjmë me të taman, 30 euro bila më del dita. Por për para këmë punuan, për shambull, ke bujësie, kur këmë punuan, ke mujnë me godilë dhe shpin. Me trektije, me bujësi, si ke mu spece, kuna ke shteti maj mirë. Tash si rridh, zanoda, me ke kasap, me i brisk, bela i fitën ma shumë se vetë me këto i sepe, se ka ngordhje, ka cofje, ka stres, se dit, 2 cofën, mirë boldi për to, te fol me i shok i djali rrisë, e thot, e ke bënë këtit po, kanë me ke tha për rrisë ka pa gjithë mund, po tash të rru klima edhe smunit e në rrua. Po ajo indekcion në Shqipni, po, a disë pa qkuve me dalë me i ble, pak i një petësit edhe pështon me kokë, me krye ma. Po kështu regullisht, a duhet me i vaksinua, por... Përse nësi kemë për vaksinua, kur u thojnë në Shqipëri aty në Shkodër, se si vaksinojnë, si thot, po të këtu ke klima e pastër, se këtu s'ka kënet. I vaksinoj për këtë zhugë, ma për të krua mjerë, gubi ka thënë mërësorët. Ta shenë hapë shumë, që edhe qalja sa ka dikurë. Po bëse ka... Ata ose i vakcinon, po s'vjetam li për 2 javë, po për bërësimi li pinë qinjat, ose i lanë në bazen, ishte në ujë, i lanë. Po, si është një interesimin e të rinë, a ka interesim për këtë profesion, apo mbetet e generatat më të vjetre? Valla, unë po thoi për të lokaljet, unë për këtë teritorin tonë, po thoi fort, as pak ma. Te malja zest, su shëti shumë, këmë si e bedalë vjeshte, ati ka zona si kanë rini një qif, zonë Mëraq, tonë merën me këtë si pala tradita, si malësort be perime, si vend të në vend, në veset tjere nuk vend, Speca, Bostan, zonë e malësis, mirë bothëm shtë. Me dalët e në Mëraq, tonë i kanë 100, 200, 300, asa ta blesi për para, por tonë djelë të ri janë. Tonë bile, i thoi jarit e ven vathin, po atë 2 bare, thoi me vath, e me rrë delet. Nuk ka fort asiri, po ti thash, rrua delet, e thash e ba vathin. Ata, është edhe të tradita, mërësorë tradite kanë pa banë, po mërësorë kanë në fushë, janë marrë me bujësia, këto specie bostone, që ta ma shumë lek.
por nuk e ka bukurinë sa baktia. Gjithë si me thonë, e di herë kur isha e ri, e ra breshen. Zdi sa një atë hisë një aty, ke me bostan, si me thonë vlerën 30.000 euro, tash e prishi, pro del i ri, isha fort i ri, e më cofi një qish kryezi, aqë fort më uim, disa me kjoj. E bos, a ta bostan, i kite vlerën e 40, 50, 100, asish shqigjash. E a i mësjevi, i ku po ullonën pe Kosovët, atë kanë bukura, kryezeza, të naskasësh. E bo një qishin, ma u gyqë, thonë, kanë pëthonë mërësort, e cofi, për zote, kur sa arroj kjojta. Se aqë fort më uim, si me në dek dikush. E tash, për të kënë thonë gjën e gjallë. Ka thonë, familje gjën e gjallë. Se dhe jetë kanë vetë mërësort e moqim, si ke ropt, a i në mirë, si a gjën e gjallë. Se ka jetu pe gjallë, ma ke mbi jetua mërësort që. Se tonë e top dele me shiti makinë, 3 mune me marë, me jetu mundet. Po, të 3 makinë tek i kam, po dhe jeta shumë e shtrejt tash. Nuk ka si dikur, ti se man met, unë e pa e met mirë, dikur sa ble kur gjanë, vetëm fesde, krype shesiri e mili, ke ble, edhe fesde. Në provoj gjithë ka shpi. Dje shko me ble kilë hudra në tus, ta është e ditë se ka ble pa këta në Amerikë, 5 euro kila hudra si me ke ilaqë, në 3 këtuzit. Si ata, ose s'kan le, e që shtu ka me se kam bje i di kokër. Si 5 euro ata në diqka $7, apo i del i kilë hudra, ata barë. Hudra djoma se jo 2 vjetra. Po kështu produktet vendore, mendoni se po kërkohen ma shumë prej njerëzve? Por zdi si me thonë, ndikon edhe qmimi, edhe ekonomia. Duhet me pa në rrëll me ke, se tash kur ti heki qigjat, djathin e dele nuk mu me ta shqit 5 euro këto. Se s'ke kuj mërë mushtërit, e lusë këta të burektoret e në të zi vjetë, se si me s'kom shqit asë një, të më 2-3 si kom prej. A do një me morë djath dele është 5 euro, për burek thotë një sej, bile sa ma i, pa ndyrë, a ma i letë, e kam thonë mushtërit, po të rap lirë, e do me paton kohën djath me shqit me i pa mushtërit. Edhe si gjatë, për shemë sa ti e se në shqitore 10 euro, a i pëse për të marrë thotë ti 12 euro. Po, i duke shtrejt. Se i shtedja gjithë shka, por diko dhe ekonomia. Po kështu si sfida problematik më të malët që i do e ndani prej këtij profesioni, por ndoshta do t'jetë edhe koha, që se kërkon shumë kohë për kushtim. Çfarë do ndani si sfida po problematik ndaj këtij profesioni? Po, kur e bën njëri vetëm me jetë ashtë. E mos pesfrizua pak mirë, pse jetuva. Por kur rri me këto, s'menu kur gjanë tokë, tonë problemet bele i kam qenë me ngesa, kur rri me të ka këshyrë ka hanë. Si me thonë, kur jeme dele, s'menon për kur i problem tjetër. Se me vure, jeta kalon, nuk ke pa gjanë, por bara tasha, edhe me di shumë nuk o fort mirë. Se tash për shemë, është i tsunami në Indonezi, unë bile natën janë për 2000 vetë. Mërësor tonë, pe fshatë s'ka pa gja, e ka shumë ma i lumë të se tash. Tash gjithë që kemë bëthë, por barabar jetë e shpejt, e ka probleme. Se 3 makina me registru më bëjnë 1.000 euro, dhe 1.000 mjeshtri, atër 5 ditë duhet me hupë, sa ti godiq, e janë shtu të kalën. E sashtë, ma i këdo që nuk e njëri, si të ishta për thonë, me pak. Ma më bukur ka njëtu e gjysha ta, se të shjetoj vetë. Për shembu, si për dhe kjo mëreti e shahem, e tash dipja, vëzë e vlata, se ka bëhonë të ka e ka rrit dipën. Unë i rrisha gjyshit në prehen, a i me mostake, me gjithë qka, a i te i knoqën. Tash thëmija ik, sa lindë thëmija e qënë këpsht, s'ka ndashti. Ose, për shembu, tash e ke pashkt, kur se ke me bo pash, dikur e ke kresibit adon një vej, me të prit, fukaralla ka ke, po ke bukuri, dashti, oke. Për, si me të shpjegua, por jeta ke ma me vlerë. Tash ke monetarar, por në varë si bërra si me vetin. Ndi ke pa të afrem diku, lërë këti e gëzua, tash interesi gjithë shka është. Kështu që krahas ljolljes, çka është ajo që ju mban ende të lidhur me këtë profesion, por do të jetë dashuria ndaj punës? Dashuria është kryesorja, plus tash që kom shkollën do vjet, edhe
tash du me ludu vetin. Unë i kom dalë si thash qytetit, i kom shok mocatarët e mi, ata s'punojnë fizik, edhe unë janë i Busjanave, me sokol djallë kënë Podgoric, a ba si plak, i rrit barku, thot ti nuk në rakush, se si jeton në një naturale. Pra jetë e ka shumë atë letësone, sa i sprek zjo me dorë nuk ecë, makinë, punë të mirë, sa rri për, që thot, unë jam si zagarë dhe i zjohet, unë vetëm eci, levizi, edhe, a ma interesant, kështu. Se je ka pru Zoti gjithë kuj duke ta i punë ati i me bukura. Dikush si e ka i punë të letë, një si mërë dhe punë pistaqet kësi e ka me thënë, a që ky, që po fletë ky s'ka gjanë, për asbet. Unë blastëron me punë ti. Fjej ma i lirët, jam i ma i knaqën, njështë sa e blypet këm both. Kur kush mojë nuk i rritë, kur ti rrish mojë i ke krye. Edhe Trumpi ka bedek një ditë, për si i njëri thjeshtë. Po edhe për fund keni ndonjë porosi për gjithë ata që ndoshta në të armën ose ndoshta të rinjt mendojnë të merren me këtë profesion. Çka ata që kishit më dashur me përcjell të këta për gjithë shikuesit e televizionit bëjnë? Dikur e paramenoj se e ke po ato në Evropë shkojnë qytetarët, janë ngitë qytet, e shkojnë e pastrojnë zëq si pyte në detë pe i nafte. Në mërësort kemi jetua me shekuj keq. Të në barre me të skampës janë shtet, me vozi bicikletë në barre, me pali vaj streja o djallë me dele, tash për të flasë një fjallë si djallë do më pableni qish, hajde thash të nesër vjen bojini, jo tha mos me mpa, se kom i qish të bukur kësi ratës Kosovet, më ndrë djalliri, ka lizë dele këtu në mala, po thash hajde nesër edhe i bukur thash të djalliri, edhe thash kësyre si gjenet mërë, jo thash visa pra, si thash bela se presat punë, por këta një për tanë, kanë me ke, se prenim, a i që Zvicër, në Evropë, në rodum Zvicër se ke lopën se ata kanë lopë, simbol, se jeton Zvicra ka jetu pej blektorijet. E tash me thonë ideali synë, thot ti e thot me qoban, me thot mua ka, si rridë, qoban, unë e kënë zësë 7 herë maj mirë saj, unë i me folë gjithë ka ma mirë saj, edhe bële dhe shëtit kur e ke majri saj, s'ka kërë as gjimnazin e di se si ka në krye, vetëm me edhon do gellë, ja ka ble baba i bakin, ose a morë me pistache, deli aty në kafe, 5 euro në gjep, edhe i duke se ka diqka. E besat e malezes nuk ata. Ka malezes si, në qytetarë, si janë tradicionalist intelektual. Ne më këtë gjithë vësit të që parë fukarë, do më largua pak, atë ka mu këthuje prapë besoj. Me siguri ka mu këthuje se me hongër duhet me ke, edhe me jetu është ndoshtë, se stash janë smunjet e janë, atër me jetu e në këtë mënyrë, jeton njeri ma postres. Të kam emrin Gloria, edhe kam embi emrin Gojqaj. Më pëlqejnë tona si qigjet e vogël se më duket të janë bukra. A të pëlqen me kalua këtu kohë, me ta me kalua kohën në natyrë? Po kam qep, po vetë pak tremën për ato qenëve që ka aty. Mi po qingjat pëlqejnë, sa qingja ke këtu? Më pëlqejnë shumë ato voglat. Dvoj, po. I një mën t'i agjës? Ka herna. Okej, herna. E qëka të pëlqen tjetër me bënë në natyrë, me kalua kohë? Jo, si të me një mua pashkon për, a i kalen kësajtë me bera, atër më pëlqen për me një mua për mos me hi
berat e si në tjera shtëpia ato. Bravo, të lumt. Mirë, tregom edhe çka kishe mu tha shokëve e shoqeve. A menojnë se gjithë duhet me dalë sa më shumë në natyrë, mos me i përdorat shumë tash telefonat, mos me tajnë shumë në teknologji, po me kalua sa më shumë kohë në natyrë, me unimua prindërve, familjes. Çka kishe mu thënë? Vetë kisha mu thonë se plutëm, o fëmijë tonë, plutëm, a mundesh vetëm mos me këshyrë shumë telefon se mundesh me i qerua synd.